Detaje nga historia tragjike, letra e fundit e Gjuana Nikolajt, nuk duroj dot më. Nuk duroj dot më vjen keq që ju kam mërzitur, por më besoni që nuk ja kam korritur kur. Faleminderit për çdo gjë që keni bërë për mua. Këto janë fjalët e shkruara në letrën e lamtumirës që Gjuana Nikolaj la familjes së saj përpara se të vetë flijohej, një mesazh i shkurtër, por i mbushur me dhimbje dhe falënderim për njerëzit më të afërt të saj. E gjithë ngjarja tragjike ka ndodhur në Tiranë. Në datën 9 mars, ish bashkëshorti të ndjerës, Eraldo Fizi, ka shkuar pranë banesës së Gjuana Nikolajt tek ish fusha e aviacionit në Tiranë. Gjuana kishte pak kohë që jetonte në kryeqytet në një apartament me qira bashkë me një shoqen e saj. 25 vjeçaria e diplomuar për drejtësi kishte nisur edhe punë për të përballur jetesën në Tiranë pas ndarjes nga Eraldo Fizi. Ajo priset të niste edhe një punë të re në profesionin për të cilin ishte diplomuar dhe ishte shumë e lumtur për mundësinë që po i jepej. Familjarët e të res, kryesisht motrat e saj, ishin në dieni të situatës së saj me ish bashkëshortin dhe kjo ishte një nga arsyet pse ata kishin vendosur që Gjuana të lëvizte drejt Tiranës, ku fillimisht ka jetuar me motrën e saj dhe më pas ka jetuar me shoqen e saj. Familjarët e Gjuanës kanë qenë gjithmonë mbështetës ndaj saj, duke ndihmuar edhe për situatën që i kishte ndodhur pas martesës. Ereja gjithmonë ishte ankuar familjarëve të saj, jo për ish bashkëshortin, por për familjen e tij. Sipas familjarëve, Ereja pretendonte që marrëdhënia e saj funksiononte si duhej deri në momentin që ndërhynin familja e ish bashkëshortit. Ndër të tjera familjarët kanë treguar në polici se ajo nuk ishte shtatzan dhe se deri në momentin që ka takuar Fizin në Tiranë ishte mjaft e lumtur për jetesën e re. Në 9 mars, ish bashkëshorti i saj shkon pranë pallatit. Gjuana zbret poshtë bashkë me shoqen e saj, aty ku ndodhej edhe Eraldo Fizi. Shoqja e shqetësuar për të zbriti bashkë me të, qëndroi pak minuta dhe më pas u ngjit në banesë. Por për pak minuta Gjuanën ish bashkëshorti i saj e merr me vete. Dyshohet se gjatë kohës që ka qëndruar me të, Gjuana është dhunuar barbarisht nga 25 vjeçari Eraldo Fizi, vërtetuar dhe nga ekspertiza mjeko-ligjore që Ereja ishte dhunuar në kushte të rënduara psikologjike dhe e dhunuar. Ereja është kthyer në banesë rreth orës 3 të mëngjesit me shenja të shumta nga dhuna, duke pasur të pamundur të shkonte në punë me shenja dhune. Në mëngjes, shoqja me të cilën ndante shtëpinë është nisur për në punë. Rreth orës 7:30 mëngjesit, pasi shoqja është larguar, dyshohet se Gjuana ka konsumuar edhe fostoksinën dhe ka nisur të shkruaj letrën e lamtumirës për familjen e saj. Gjuana kishte edhe 3 motra të tjera. Pasi ka kryer aktin e vetflijimit, ajo ka telefonuar motrën e saj që jetonte në Angli. E shqetësuar, motra ka telefonuar me njëherë shoqen e saj dhe pronarin e banesës me qira. Ky fundit, sapo është njoftuar, ka lajmëruar me njëherë ambulancën dhe policinë. Policia po heton edhe se si Gjuana e siguroi fostoksinën, pasi sipas të dhënave ajo kishte qenë gjatë gjithë kohës me ish bashkëshortin e saj deri në orën 3 mëngjesit, kur ishte kthyer në banesë. Policia po heton se kush ja dha fostoksinën të res. Hetuesit kanë ngritur edhe dyshime të tjera mbi 25 vjeçarin Eraldo Fizi, i cili ndodhet në Arati. Sipas deklarimeve të familjarëve dhe shoqeve të saj në polici, Gjuana Nikolaj nuk vuante nga depresioni dhe nuk ishte mjekuar asnjëherë. Ereja dhe Eraldo Fizi ishin dashuruar që në gjimnaz në Lezhë dhe në verë të vitit 2025 u martuan, martesë që rezultoi fatale për të ren, duke e bërë të largohet nga jeta në mosh fare të re. Ndërkohë, këtë të premten në orën 18 në qytetin e Lezhës janë mbajtur homazhet në nder të 25 vjeçares, ku qindra qytetar të afërm, miq dhe të rinj u mblodhën për të ndezur qirin dhe të vendosin lule në kujtim të saj, duke shprehur dhimbjen dhe solidaritetin me familjen dhe kërkuan që raste të tilla të marrin përgjigje të plot nga drejtësia.